Kur mori trendi pasaj, si ti ishi 10, si ti ishi 100, si ti ishi 1 milion, një lloj shkon te historia. Por nga ana tjetër kanë qenë edhe të monitoruar, domethënë për te faktit që punoi në ndeshëm krimi këto zgjedhje, sigurisht që edhe institucionet rritën le të themi vigjilencën e tyre ose të paktën u krijua. Sa shumë u trembën ata me Aida, nuk e ke idenë. Po për sa kohë. Domethënë e kupton se sa shumë. Nardi, shikon, ne këtu kemi qenë kur kemi thonë kush e di sa herë që sado që institucionet të rrisin vigjilencën, sado që të shtojnë punën e tyre prap krimi organizuar do të gjej metoda që janë 10 herë përpara dhe do ta bëjnë atë që kanë ndarë mendjen për ta bërë. Atë të kundërshtoj pak. Bler vota. Atë të kundërshtoj pak. Po. Okej. Thjesht fakt. Pak fare. Spaku ngriti një task force që konsiderohej policeske. Po nga policia kryesisht për informacion. Policeske në mënyrën e demonstrimit dhe rikuperimit që do bënte. Pra të thuaj që do t'i kapte në flagrancë. Po pra, parandaluese, prandaj them policeske, se policia është parandaluese, ushtria është vret. Shkon del. Tani unë po them policeske, sepse Spaku hetimin e ka në ADN-n e vet. Atë pun ka Spaku, do jetoj. Do jetonte përpara, sikur do jetoj në bazë zgjedhje, do jetoj edhe ndërsa të ekzistojë si institucion prokuroria. Pra policeske, dhe jo më kot. Në qoftë se Spaku do fillonte jo sot, jo dje, jo pardje, po para 3 muajsh, kur ti, unë dhe Andi e dinim shumë mirë që çdo drejtor, sa do pak i rëndësishëm i administratës publike, i detyronte në punësit e vet, më thuaj ti mua 10 njerëz tani që i ke në diasporë të marrin që ti regjistrojmë. Tani nuk mundem unë që ta anashkaloj këtë gjë dhe të më thuash domethënë që Spaku se pas ka pasur do të një të infiltruar për të bërë një shembull nga Vermoshin Konispol. Mbase avokat është një metodë që mund të ketë përdorur për të thënë që ne do të krijojmë task force policeske, po ndërkohë nga krahu tjetër kanë punuar edhe mund të kemi sot dosje që do të çojmë përpara drejtësisë, pra pas zgjedhjeve ti thua është e parëndësishme. Po ta thash policeske, nuk jam më kot të përmenda fjalën policeske. Në momentin kur mbaroi zgjedhjet, tani ti a ka mundësi të futesh dhe Berishën dhe Ramën brenda, të ndryshoj zgjedhjet, ato janë. Ore, nuk mund të thuash pas zgjedhjeve më false të vrava, ti më vrave mua. Së bëhem unë, së të ka di që kthyen në njëri nga bota e përtejme, përveç Jezu Krishtit? Jo. Edhe unë po të them, iku kjo histori. E dyta, kjo ishte një sfidë. 100 milion herë kam shpjeguar këtu e kam thënë, të ka dalë në 21 prill. Ajsa, domethënë nuk e di se çfarë, u lova duke thënë. A thua edhe një herë, thua. Drejtoresha Zëvaz Durrës i doli mesazhi në media, nuk po ja them unë, se unë s'jam aq i zgjuar sa janë ta. I doli në media ku i detyronte në punësit e vet arsimtarët në një ditë pushimi, meqense në Altmania tia do shkonte në Durrës në orën 11, të shkonte të sillni secili arsimtar i Durrësit, të sillte veten e vet, por jo vetëm veten e vet, por edhe një 5 nxënës. Tani a ka mundësi të më thotë mua Spaku, ore nuk e hetoj dot. Se hetoj dot, më se kapi dot. Po kur doli në media, a ju fut ky Spaku e të shkonte ta kapte? Po janë 39 procedime të regjistruara në prokurorinë e posaçme. Pa asnjë për Durrësin. Ndoshta analitim se cilat janë qytetet. Më vjen që më kundërshton se më nxjerr më të mirën time ku më kundërshton. Nuk të kundërshtoj, por them janë 39 procedime të regjistruara dhe ndoshta një nga të regjistruara mund të jetë 3339. Të kujtoa 339 të vetiu 339. Atë ta shpjegoj prapë dhe duke qenë se futem tani te profesioni im. Për 2021-shin, ky personi që po flet ka mbrojtur në gjykat 4 persona për shkelje të krime zgjedhore. Për krime zgjedhore. Për krime zgjedhore. Okay. Ishin numërus, të cilët në momentin kur mbaroi gjithë historia atje, ama çe do ka Andi këto, do Nardi këtë votë. Budallikshë. Nëse votat ishin po ato, po thjesht ja hoqën Andit dhe ja dhan Nardit. Për këtë ka gjë shkuan atje. Tani ata po tjetër të shkojnë. Po sigurisht, po nuk ndryshoi. Mbrojtur, por nuk ndryshoi dot rezultatin, po nuk ndryshoi rezultati zgjedhjes. Do Nardi po thotë ata nuk e kishin nga dashakeqësia, kishin nga dashakeqësia. Fare zero. Ja japin e po gjithsesi është krim. Atë po të krijoj, po të them, po është krim zero, 100%. Dhe dënohet nga 3 deri në 7 vjet e burg. 3 në 7 vjet burg. Por nuk po merrem me këtë histori. Unë po të them diçka krejt tjetër. Po të them në momentin kur ti nuk e ke bërë përpara zgjedhjeve, pas zgjedhjeve ti më ngërtërdo kartacela mua, po nuk më bën punë më. Okej. Tani, faleminderit avokat se Aida të ndërpreu disa herë dhe të dha shumë hapësirë, domethënë kuptimin e bëri shumë mirë. Po më kundërshton tati, më nxjerr mua më të mirën, kështu që edhe unë prandaj kot ngacmoja. Tani 39 procedime penale, Aida. 9 janë të nisura kryesisht. Ti the që BK-ja ka marrë
në hetime dhe çështje të cilat ndodhen në Peqin. Tani, prej diçka nga spaku në këtë histori, apo mundesh që në një farë forme të bashkohesh edhe me këtë që thot Nardi që duhej parandaluar, sepse hetimi pas zgjedhjeve nuk ka më vlerë në kuptimin e gjës. Parandalimi është një nga proceset më të rëndësishme, jo vetëm në fushatat zgjedhore, por në të gjithë punën e institucioneve të zbatimit të ligjit, duke nisur nga policia dhe nga task forcat e ngritura. Por patjetër që ne nuk pam, realisht, për hir të vërtetës, nuk pam arrestime të bujshme, le të themi kemi parë shoqërime të bëra. Kemi parë kontrole banesash, kontrole telefonash, të bëra për disa subjekte politike, disa persona, disa biznesmen, por në asnjë moment nuk pam arrestime në flagrancë përveç rastit të lushnjës që u bë nga policia e lushnjës, dhe më pas i kaloi sigurisht provues posaçme për shkak se të gjitha krimet zgjedhore u vendos target që do t'i merrte prokuroria e posaçme. Dhe pam vetëm shifra të hetimeve të nisura nga prokuroria e posaçme një pjesë, sepse sikurse u tha edhe në fillim kishin krijuar një platformë ku qytetarët, subjektet apo kush kishte dëshirë mund të bënte denoncimet e tyre, një pjesë kryesisht pra janë këto raste që ata vetë kanë konstatuar në terren përgjatë shërbimeve të tyre, por ajo që unë do doja të shifja dhe uroj që një pjesë e mirë e tyre të marrin drejtim shpejt, përposa saj që Nardi tha është e drejtë, procesi ka mbaruar, çfarëdo që të ndodh tani, asgjë nuk e zhbën më ato sepse xhabota e shqiptarëve u dha edhe çfarë do të ndryshojë, bie që të rikthejmë edhe një herë një proces tjetër nga fillimi dhe ta zhgënjejmë edhe një herë këtë popull, se më pëlqeu një fjali e Jorida Tabakut kur thaj që ne nuk dimë të bëjmë zgjedhje dhe për fat keq ne nuk dimë të bëjmë akoma zgjedhje. Duhet parë se së pari sa të shpejt do jenë me veprimet në këtë dosje, së dyti çfarë elementesh kanë gjetur në këtë dosje. Pra, sepse normalisht nuk pres që të na thojnë që në hetimet e kryera kemi këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë. Ka thënë një fjali zoti Dumani kur thaj që në hetimet që ne kemi nisur ka nga administrata publike, pra përfshirjen e administratës publike, ka nga bota e krimit, që nuk kupton këtu ndikimin që personazhet botës krimit kanë pasur përgjatë kësaj fushate zgjedhore dhe këtij procesi zgjedhor, por nuk mungojnë këtu edhe përdorimi i mjeteve shtetërore, se kemi parë disa raste dhe disa video të dhe OSB-u direzori këtë që domethënë qeveria ka përdorur burime shtetërore. Dhe këto janë edhe disa nga pikat që dosje të cilat janë edhe në prokurorinë e posaçme. Se deri në ç'nivel kanë shkuar këto dosje, të paktën nga informacionet që un kam, sigurisht që tentativat kanë qenë për të shkuar deri në fijen e fundit, pra le të themi tek personi kyç që nëse ka patur shitblerje votash apo dyshime, sepse jemi gjithmonë në kuadër të dyshimeve për shitblerje votash, për të shkuar deri tek personi kryesor që mund të ketë orientuar që ka orientuar për të kërkuar këtë krim që kanë kryer këto persona apo që pretendohet të kenë kryer. Deri tani nuk di të ketë ndonjë të paktën të kenë arritur deri tek persona kyç që përbëjnë le të themi edhe ato arrestimet VIP apo që janë edhe element të rëndësishëm të subjekteve politike pa përjashtuar asnjë partie, sepse krimi zgjedhore tentojnë të gjitha partitë. Nuk përjashtoj këtu as Partinë Demokratike, nuk përjashtoj këtu as aleancën e saj, as Partinë Socialiste, as partitë e tjera të vogla, për të i faktit që pa diskutim kur dalin publik e luftojnë vjedhjen e votës. Unë uroj shumë që të kemi një rezultat së paku, por jo rezultat si ai i dosjes 339. Unë ka pasur pritshmëri, kemi qenë dhe këtu bashkë, kemi thënë që kjo le të jetë si një test dhe si një herë e parë e prokurorisë posaçme për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. A u friksuan? Patjetër që u friksuan. Por kjo nuk i ndaloi që si bota e krimit, ashtu edhe personazhe të tjerë, siç janë biznesmen që Nardi thot, administrata publike, të gjithë me radhë të vepronin dhe të kryenin krime zgjedhore. Krime të cilat të paktën në syrin tonë dhe në informacionet që ne kemi, patjetër që janë të rënda, por se sa do të faktohen pastaj nga prokuroria posaçme, mbetet për tu parë. Unë do të bëj një
se hedhim edhe pak fallë, kështu që se kjo falli të bësi e famshme kjo. Po shikoj filxhan. Që kryeministri do t'i duhet për mandatin tjetër. Kush do të hyj, do të fus në zgjedhje të më ndihmoj këtë dhe kush nga këta do të përfundoj prapa hekurave. Po të rikthej pak pas në kohën në zgjedhjet vendore të Shkodrës. 2023. Ne kishim një të paktën u përfol, dole dhe video nga ana opozitës, por sigurisht ende nuk kemi një hetim, apo të kemi të dhëna zyrtare nëse ka regjistrime në prokuroritë posaçme apo në prokurorinë e rrethit për ndikimin e grupeve kriminale në qytetin e Shkodrës për të marrë vota dhe për të nxjerrë, le të themi, kryetar bashkie, kryetarin aktual, s'po përmend emrin se na mërzitet. Benet Beci, e them unë, nuk ka problem. Besoj mjafton. Ka si problema, e dim kush është kryetar bashkie. Dhe qëllimi i grupeve kriminale kur përfshihen, sidomos në fushatat zgjedhore, është përfitimi si nga pjesa e tenderave publik, sepse kemi jo pak grupe kriminale të cilët kanë përftuar tendera publik, por nga ana tjetër edhe një lloj lirshmërie nëse janë në kërkim për të lëvizur në territorin e tyre, për të lëvizur jashtë vendit, dhe si një lloj garancie që të mos preken nga ligji, pra të mos arrestohen dhe të mos vuajnë dënimin e tyre, por të vazhdojnë dhe të shijojnë lirinë. Por Shkodra nuk na tregoi këtë gjë. Për të gjithë angazhimit që dyshohet se ata patën, por jeshtë vërtetës, ata sot po përballen me ligjin. Po jo për krime zgjedhore. Jo për krime zgjedhore, pra. Po. Pikërisht. Por ai tha që nuk ka hetim për atë. Tash nuk dim nëse ka hetim për atë gjë. Përtesë çfarë ne i referohemi këtu vetëm informacioneve që ne kemi dhe denoncimeve që opozita ka bërë. Dhe jemi sot në ditën që ata janë të dënuar sepse ligji nuk pyeti për to. Pra, prokuroria e posaçme tregoi që përtej faktit dhe garancive që mund të kenë marrë ashtu sikurse përflitej nga opozita, kjo nuk zhbën ata që ato kanë bërë. Dhe në të njëjtën situatë shoh edhe një pjesë të mirë të grupeve kriminale të cilët dyshohet se janë angazhuar në këtë zgjedhje, sepse kemi dhe dosje të mbyllura së fundmi në prokuroritë posaçme, në gjykatë posaçme, pikërisht për personazhe të përfolur si të përfshirë në zgjedhjet e 11 majit. Okej, faleminderit Aida. Tani avokat. Tani kur dali do ta nxjerrësh këtë se kemi parë filxhanin. Po, domethënë sot jemi 17 maj, kështu që ta mbaj mend. Keli më kujto për këtë të Aidës. Është ditë e veçantë. Tani avokat. Se është ditë e qepallimit midis Bashës dhe Ramës. Po kjo ka shumë. Shëmbja e teatrit, mos gaboj, 17 maj është dita e dhënies dorës Ramës edhe. Se me ka e dhënies së dorës. Okej. Tani avokat. Se kishte bërë ai një inteligjencë artificiale i takim më romantik. Akoma? Tani dy gjëra në këtë histori. Në raport me Spakun. Por këtë të Spaku do më sqarosh, domethënë për sa i përket hetimeve, duhet më bësh një rezume çfarë pret, çfarë spret, pati presione Spaku në këtë histori apo u detyrua që të mos bënte ndërhyrje në zgjedhje për të mos marrë akuza politike, sepse sot Spaku duket në një lloj pozicioni që si veprimi, si mos veprimi do diskutohet politikisht. Tani, këta personazhet e botës krimit e din se ku e hedhun votën tek çfarë vendos atje tek kryqi dhe kur e din këta e gjejnë dot? Sigurisht e gjejnë. E kam seriozisht. Si e gjejnë? Se kjo domethënë se këtë asu nuk e kam kuptuar ende. Kjo them domethënë pse duhet një qytetar të ketë frikë? Se unë vendos një këtu po them unë do të them ty Nardi po votoj Aidën. E palos. Ja, ata e marrin në mend dhe firimin, ëh, si firojnë, ata e llogarisin që ka 150 që garantohen, 30 i quajnë të firuara. Ti nuk e pe këtu çfarë vendosa. Bujrum avokat. Mbaro. A mbarove? Mbarova. Okej. Merret treni bullgar. Si quhesh ti? Andi Bora. Andi Bora. Po, ai që quhet Xhelal Dreqi. Xhelal Bora, futin Xhelal Bora. Okej. Ai nuk ka karakterin dhe personalitetin tënd. Dhe te Andi Bora nuk afrohet krimi. Nuk vjen fare të takoj ty, Aidën apo Nardin. Po. Fare, se di shumë mirë domethënë që di ku domethënë të peshkoj. Ti nuk e hedh dot grepin aty ku s'ka peshk. O ati ku nuk i bie grepi, tema. Ai bën presion, ati personi i cili e para njëre ha presionin, e dyta e tradhton fytyra. Tu ta kuptosh filozofinë e këtyre njerëzve, mos u bëj kaq kështu. E treta, po ti operon në zona të vogla.
në kuti ose në qendra votimi, ku mund të ketë, po ja fut kotën... Edhe këtë të lagjes, o këtë lagjes. Po, mund të ketë 1000 votues. Po. Në 1000 votues, ai shikon se çka ka pasur më përpara, e di pritshmërinë, plus e ka bërë atë le të themi filtrin deri ditën e zgjedhjeve për këtë votoj njëri, për këtë do votoj tjetri. Ja ka çuar i them unë 2-3 herë. E kanë marrë vesh sa këta Aberin te sa kanë ardhur tek shtëpia. Okej. Mos u bëj kaq, domethënë nuk janë gjërat kaq naive sa kundër. Dhe e treta, kjo është shumë e rëndësishme, por këtu pastaj ti e shikon popullin ton lidashës si një popull domethënë me intelekt të lartë. Unë nuk e shikoj kështu, vjen keq tani. Unë e shikoj një popull me karakter shumë të ullët dhe me një nivel IQ-je shumë herë më të ullët nga çfarë kanë popujt e tjerë. Sepse unë nuk arrit dot ta perceptoj me trurin tim, ashtu sikur ti bëra atë shembull më përpara, që ti 4 ditë përpara zgjedhjeve bësh protestë me arkivol? Po. Në një qendër që unë e njoh shumë mirë që është e djathtë. Ku është kjo në Sa kalon Librashti? Otolishti. Po. Dhe ti pastaj në ditën e diel të votohet me 82% PS aty. Kjo pastaj e çmend Einsteinin, jo neve të tre. Këta që çon arkivoli, mos janë këta që votuan ky 18 sa i bie, 18% ngelen. Po më çfarë lidhje ka, un pas një fshat tër aty. Çfarë lidhje ka kjo? Marrësh. Sepse unë nuk mund të njëjtin gjë bëri dhe Tragjasi, po na morën ujin, na keni marrë jetën. Jo jetën, po s'u ka lënë asgjë. Se 92% kishin bërën Tragjas. Aja mori ujin. A votun pa PS-n. Qa ishin ata fermerët e Lushnjës që dernin ujin, atë qumshin në rrugë? I hidhni perimet. Ata të shkorçës që bënin kalp qepa e dreqi shejtanit dhe ku t'ja dhanë votën ata? Mund më shpjegosh pak? Sepse unë do e marrë të mirë që janë fakti, domethënë që ka pasur një 10 apo 15% të impresionuar ose të presuar deri në pikën domethënë që ata nuk mos. Unë miqësisht themi gjë domethënë, se ka një gjë kur bëhet kritika ndaj qytetarëve, sepse ne janë shikuesit tanë. Edhe? Ke ardhur nuk po të shikojnë apo? Jo, përkundrazi. Nuk e kam aty. Ndoshta një pjesë janë edhe klientët tuaj, dhe unë prandaj kam gjithmonë miqësisht që kur kemi raport me qytetarët, jemi kujdesshëm se them çfarë detyroi këta njerëz që të shkojnë 82% nëse në Otolisht, ka morën arkivolin në krah. Dhe shkuan bëni protestë kundër qeverisë, mos gabojmë, kundër. Edhe kundër një rrugë që shkojnë votojnë 82% tani, më thuaj. Apo mbaroi varrimi këtij arkivolit edhe a ka mundsi unë nisa nga pyetja që më bëre. Ti bër solle një shembull. Po, ti solle një shembull. Ka një arsye apo ti solle një shembull. Po zgjedhim pa PS, no? Po, dakord te ti gjë. A nuk kemi ne opozitë, nuk kemi ne opsion ku të shkojmë të zgjedhim? Unë po ndërpret do t'ua bëj të qartë shumë thjesht. Unë mora për shembull këtë votën që hodhi Andi. Andi tha unë për kë votova ti nuk e pe. Edhe ai qytetari që po na dëgjon edhe nuk e shikonte ai kriminali apo Edi Rama apo Sali Berisha për kë po votonte. Pra ai ishte ndërgjegje e kishte të pastër veten e vet. Por ai shkoi prapë dhe votoi Edi Ramën në shumicë. Tani ka dy gjëra kjo histori. Ose neve jemi të mikluar dhe të dashuruar pas atia që na shtyp, e kemi këtu. Ne duhem të shkojmë pas të fortit, jo pas drejtit. Nga regjimi kemi dalë. Po, pas të fortit, po duhet kishte ndryshuar kjo Majdi, sepse kemi kaluar 35 vite, është një brez i tërë që mendon ndryshe. Dhe ose ti je këtu, ose ti je i shitur, ose ti nuk ke mundësi të vish mua çdo ditë. Ore, po të dalësh ti Andi tani, në qendër të Tiranës. Apo ku duhesh ti, dhe të bësh ca vox pote, unë jam 1.000% i sigurt, e kam sondazhizmin këtu në trurin tim që 9-10 persona do fillojnë dëshajnë s'na del pensioni, s'na del rroga, kemi këtë, kemi këtu, kemi. 8-9, besoj 8 për ty e ka votuar pra PS-n. Dhe prandaj kam thënë ty që është psikologjike. Orwell e ka shprehur në momentin kur ti ma le ta mbledh ta bie që o pas kanë vjedhur shumë dhe ka pasur kaq shumë viktime kriminale. Jo, nuk jam me atë. Nuk jam me atë. Ja të ta shpjegoj pse nuk jam me atë. Se ka dhe një gjë tjetër, ë, domethënë. Nuk jam me atë në momentin kur. Unë jam dakord për shembull, kur opozita del dhe thotë na u votat, hyn pak në politik këtu tani dhe të flasim atë të sinqertën, sa e di ku do dali edhe Andi. Opozita del dhe thot na u vodën votat, na e vodhi edhe një herë mazhoranca. Mirë, po tani së pari fitoria ishte shumë e bindshme. Pra ishte i kaloi të gjitha pritshmëritë që mund të kishin edhe sondazhe që opozita thot për shkak të sondazheve të bëra në media, populli u ndikua edhe shkoi dhe votoi Ramën. Mirë, po nga ana tjetër, për herë vërtetës kam parë një fushatë të opozitës që
Më ka pëlqyer, ka qenë një fushat mjaft e mirë, ka patur disa elementë të cilët kanë ndikuar pozitivisht në rritjen edhe një herë të imazhit të opozitës, atij imazhit të munguar. Mirë po, shumë pak shkuan tek fletët e votimit dhe ja dhanë votën opozitës.